30 janar, i mbrojtur në praninë e tij. Zoti që me Jozefin dhe ky kishte mbarësi. Zanafilla 39:2. Nuk ka vend më të mirë për të shërbyer Perëndis se sa vendi në të cilin të vendos ai. Nuk ka punë pa të meta, familje pa të meta dhe as rrethana pa të lashe. Ata prej nesh që janë vazhdimisht në kërkim të jetës ideale, duke harruar se përsosuria është ruajtur për qiellin, po i futen një udhëtimi që do të karakterizohet nga zhgënjime të shpeshta. Do të ishte një e vërtet gjysmake nëse do të thoshim se kushtet që përjetoi Jozefi ishin më pak se ideale. Pasi e filloi jetën e vet si objekt i dashurisë së veçantë të Atit, ai përfundoi si objekt në tregtinë e skleverëve. Siguria që përjetonte në shtëpinë e tij u zëvendësua me prangat e skllavërisë. Ashtu si Jozefi, edhe ne të gjithë shohim se rrethanat tona ndryshojnë me kalimin e kohës. Ne mund të largohemi nga shtëpia ku kemi jetuar për një kohë të gjatë. Të dashurit tanë mund të përballen me trazira në jetën e tyre, ose vështirësitë financiare dhe problemet shëndetësore mund të vinë krejt papritur. Megjithatë, pak prej nesh mund të kenë përjetuar një rënim kaq të shpejtë sa Jozefi. Dhe nëse e keni përjetuar, mendoni se sa inkurajuese është të dini se shkrimi përfshin historitë e ndërhyrjes së Perëndis në jetën e njerëzve si ju. Mund të mendojmë se Jozefi kishte çdo arsye për t'ia mbathur, për t'u fshehur, për t'u dorëzuar, për t'u bërë antagonist. E megjithatë, prania e Perëndis e kaloi atë përmes çdo lugine. Jozefi nuk u mbrojt nga rrethanat e tij. Ai u mbrojt në rrethanat e tij. Atë e mbrojti prania e Perëndis. Këtu ka një mësim për ne. Nuk është kur qëndrueshmëria, njohuria apo mençuria e besimtarit ajo që e ruan atë. Përkundrazi, shërbëtorin e Perëndis e mbron vetë prania e Perëndis. Është e natyrshme që t'i kërkojmë Perëndis t'i ndryshojë situatat tona, t'i largojë vështirësitë e mëdha ose të na largojë nga sprovat. Ne shohim rrethanat tona dhe mendojmë, nuk rash kur dakord për këtë. Kështu fillojmë të besojmë gënjeshtrën se gjithçka do të jetë në rregull, nëse mund të largohemi nga kjo situatë ose nëse problemet tona thjesht hiqen. Por fakti është se, kudo që të shkojmë, problemet do të vinë dhe përsosuria do të jetë e pakapshme në këtë anë të qiellit. Streha jone vetme dhe e vërtet, siç thotë edhe psalmisti, është te Zoti. Psalmi 11:1. Perëndia mund ta kishte qeverisur ndryshe jetën e Jozefit, por ai zgjodhi të lejonte që ngjarjet të shpaloseshin ashtu siç ndodhen. Ai kishte si qëllim ta kalonte shërbëtorin e tij në çdo vështirësi, rrezik edhe mundim. Zoti ishte me Jozefin, edhe kur ai ecste në vargun e skleverëve dhe në tregun e skleverëve. Sikurse ishte me të, edhe kur u ngrit në pozitë respekti dhe lavdie në shtëpinë e zotërisë së tij. Prania e Zotit është edhe me ne. Në të vërtetë, ai na ka premtuar: Unë jam me ju të gjitha ditët, deri në përfundimin e epokës. Mateu 28:20. Përmes luginave, si dhe në majat e maleve. Në çfarë situate të ka vendosur Perëndia sot? Si do ta ndryshojë pikpamjen tënde për rrethanat që do të kishe zgjedhur, si dhe për ato që sigurisht nuk do t'i kishe zgjedhur, të dituri që ai është aty me ty dhe që ai ka një punë të mirë që ti ta bësh pikërisht aty.